تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa sa që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Usulul Iman, bazat e imanit të autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë, mësuesit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi në temën ku ka përmendur autori rahimahullah disa hadithe në lidhje me rëndësinë e ndjekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tema e radhës quhet Men hum hawariyu al-anbiya. Do të thotë kush janë hawariunët e pejgamberëve. Ka thënë pranë këtë temë te hadithi numër 107, thot وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pra këtë hadith që transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thot se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Do të thënë, secili profet të cilin e ka dërguar Allahu para meje në popullin e tij, ka pasur prej popullit të tij ka pasur hawariyun, ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, që e kanë marrë sunetin e tij, rrugën e tij. Do të thënë, secili pejgamber ka pasur këta njerëz që e kanë marrë dhe e kanë ndjekur sunetin e tij dhe i kanë zbatuar dhe i kanë ndjekur urdhrat e tij. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Pastaj, pas këtyre hawariyunëve vijnë disa të tjerë, do të thënë gjenerata të tjera që i zëvendësojnë ato, që quhen khuluf. Do t'i sqarojmë të gjitha fjalët. Dhe karakteristikat e këtyre janë që yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Do të thënë, ata e thonë atë që nuk e veprojnë dhe veprojnë atë që nuk urdhrohen ta veprojnë. Faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min. Kush i lufton këta me dorën e tij, ai është besimtar. Wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min. Dhe kush i lufton me gojën e tij, ai është besimtar. Wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min. Dhe kush i lufton me zemër, është besimtar. Wa laysa wara'a dhalika min al-iman habatu khardal. Kurse pas kësaj nuk ka prej imanit as edhe sa kokra e hardallit. Në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për një grup të njerëzve që quhen hawariyun. Dhe çka do thotë fjala hawari? Njësi hawari, shumë si hawariyun. Kam thënë disa dietarë se kjo fjalë e ka preardhjen nga fjala bardhësi. Do të thënë hawar, do të thënë bardhësi. Dhe kam thonë se ka disa komentime pse janë quajtur shokët e Isait alayhi salatu wassalam hawariyun. Disa kanë thonë se shumica e tyre kanë qenë që janë marrë me përpunim tekstilit,
edhe zbardhimi, domethënë nga zbardhimi i tekstilit janë quajtur me këtë emër. Por disa kanë thënë se është për qëllim bardhësia e zemrës. Domethënë ata që e kanë zemrën e kthjellët, të pastër në dedikim për ndjekjen dhe ndihmën ndaj pejgamberit që është dërguar tek ata. Po sidoqoftë, domethënë edhe ka komente të shumta të dietarëve pse quhen këta njerëz me cilësinë e bardhësisë. Ka disa komente, mirë po shpjegimi është dhënë në këtë hadith vet. Cilët janë havarijun? Çka janë havarijun të pejgamberëve? Ka thonë ata të cilët e marrin sunetin e tij, e marrin sunetin e pejgamberit që është dërguar tek ata dhe i ndjekin urdhrat e tij. Do të thonë ata që nuk dalin nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kur flasim për këtë ummet, do të thonë gjithashtu edhe pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pasur havarijun, që kanë qenë sahabët e tij, të cilët e kanë ndihmuar dhe kanë dhënë çdo gjë për ta ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Cilësia e tyre është që e kanë marrë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë ndjekur atë. Dhe gjithashtu i kanë ndjekur urdhrat e tij, nuk kanë dalë prej urdhrave të tij. Dhe pse ka thonë se secili pejgamber ka disa havarijun. A do të thotë kjo se ka dallime mes sahabeve? Njëherë të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë njerëz të drejtë, besimtar, të sinqert, i ka lëvduar Allahu subhanahu wa taala, i ka lëvduar Allahu në Kur'an. Por gjithashtu Allahu i ka lëvduar përpara se të ekzistonin sahabët, i ka lëvduar në Teurat dhe në Injil. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka dhënë shembull në Teurat dhe shembull në Injil për sahabët e pejgamberit të fundit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk ka dyshim se sahabët si gjenerat, si shoqëri që ka ekzistuar në mesin e njerëzimit, janë gjenerata më e mirë e njerëzimit. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Do të thonë më të mirit e njerëzimit janë gjenerata ime. Janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ata që vinë pas tyre. Dhe pashtu ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ka thënë Allahu i ka përzgjedhur zemrat e njerëzve dhe e ka zgjedhur zemrën më të mirë që e ka vendosur, do të thonë pejgamberllokun e fundit në zemrën e tij për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i ka përzgjedhur zemrat e gjithë njerëzve dhe i ka zgjedhur zemrat më të mirë që të jenë shoqëruesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë gjenerata më e mirë e njerëzimit, edhe nuk krahasohet asnjë gjenerat me ata. Por kuptohet se edhe në mesin e sahabëve ka disa prej tyre që janë edhe më të veçuar se të tjerë, siç janë 10 përgëzuarit me xhennet, që kanë qenë shoqëruesit më të afërt edhe besimtarët që më shumë i kanë sakrifikuar për udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë hadith e ka thonë me një shkak pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë në luftën e Hendekut ose lufta e Ahzabit që quhet, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush mi sjell lajmet e atyre armiqve. Do të thonë që shkojnë mesin e armiqve edhe në këtë luftë që ka pas vështirësi të shumta, të njëpasnjashme. Dhe ka thonë kush mi sjell lajmet e tyre, dhe është çu Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu, ka thonë unë o i dërguari i Allahut. Edhe atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam secili ummet ka pasur havarijun dhe havariju im është Zubair ibn Awam. Edhe gjithashtu kuptohet se edhe sahabët të tjerë që kanë qenë edhe më të vlefshëm se Zubair ibn Awam, siç janë Abu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhum ajma'in, këta janë havarijun të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë të pastërtit, kthjelltët, me zemër të pastër dhe të zbardhuar për ndjekjen e udhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thuhet do të thonë si
fjalë e njohur është se secili popull ka trashëgimtar. Dhe sahabët havariun të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë trashëgimtar të vet. Por ka edhe trashëgimtar kanë edhe kundërshtuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe trashëgimtarët ose pasardhësit në gjuhën arabe quhen khalef dhe quhen khalf. Do të thonë nëse është lami me fetha, khalef ka për qëllim janë pasardhës të mirë, do të thënë që e kanë ndjekur rrugën e mirë të paraardhësve të tyre, të selefëve. Pra ka selef dhe ka khalef. Kurse kur tjetë me sukun lami, khalf, do të thënë do të thotë pasardhës të këqinj. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattabi'u ash-shahawati fasawfa yulqawna ghayya. Fasawfa yalqawna ghayya, do të thonë pas tyre erdhën pasardhës të këqij, erdhën, do të thonë pasi ka lëvduar Allahu pejgamberët dhe pasuesit e tyre, pastaj ka thonë më vonë prej pasardhësve të tyre erdhën njerëz të këqij, pasardhës të këqij, të cilët do të thonë e humbën namazin. Pra nuk u kujdesen për rregullsinë e namazit, edhe e lanë namazin. Domethënë kjo është edhe një prej argumenteve të dietarëve që gjykojnë lëndsin e namazit si mosbesimtar. Domethënë këta Allahu i ka quajtur pasardhësit e këqinj që nuk kanë vazhduar rrugën e pejgamberëve, ata të cilët e kanë humbur namazin dhe nuk e kanë falur, wattaba'u ash-shahawat, domethënë edhe i kanë ndjekur epset e tyre dhe ata do të hidhen në zjarrin e xhehenemit. Dhe gjithashtu ka thonë edhe në këtë ummet, domethënë ka pasur havarijun të cilët i kanë qëndruar besnik dhe afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po pas tyre vin khuluf. Domethënë khuluf është shumës i fjalës khalf. Domethënë do të vinë pasardhës të këqij, pas më vonë, domethënë prej pjesëtarëve të këtij ummeti që nuk janë rrugën e sahabeve. Dhe cilësitë e tyre të cilat janë yaquluna ma la yaf'alun. Domethënë ata e thonë atë që nuk e veprojnë. Edhe kjo është cilësi e kujt? Domethënë që të flasë atë që nuk e thot, është cilësi e munafikëve, domethënë që me fjalë, pra thonë fjalë të mira, kurse në vepra nuk janë sipas atyre veprave. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, lima taquluna ma la taf'alun, domethënë pse e thoni atë që nuk e veproni. Domethënë pse flisni fjalë të mira kurse i keni vepra të këqija. Kurse besimtari duhet dhe është e kërkuar prej besimtarit që fjalët dhe veprat e tij të jenë të njëjta, ose mendimet dhe besimet e zemrës të jenë përputhje të plotë me fjalë dhe veprat e dukshme, dhe jo të ketë diçka tjetër në zemër dhe tjetër në fjalë, sepse kjo është cilësi e munafikut, atyre hipokritëve që janë në shkallën më të ulët të xhehenemit, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar, domethënë munafiqët janë në shkallën më të ulët të xhehenemit. Këta njerëz, domethënë yaquluna ma la yaf'alun, pra e thon atë që nuk e veprojnë. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, edhe e veprojnë atë që nuk urdhrohen ta veprojnë. Domethënë bëjnë vepra Allahut për cilat Allahu nuk ka urdhruar. Domethënë shikoni si janë përmendur këto këto cilësi të pasardhësve të këqij, të gjeneratave të para. Cilat janë këta pasardhësit më të këqij, që gjithashtu Allahu i ka qortuar në Kur'an, këta të cilët thonë fjalë që janë përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, mirë po në veprat e tyre nuk janë përputhje me Kur'anin dhe Sunetin. Veprat e tyre janë që i bëjnë jo sipas asaj që janë urdhëruar. Domethënë bëjnë bidate dhe devijime, ose gjithashtu bëjnë harame dhe vepra që Allahu ua ka ndaluar. Domethënë kjo është cilësia këtyre khulufëve të këqij, të cilët
thonë atë që nuk e veprojnë dhe veprojnë atë që për të cilën nuk janë të urdhëruar ta veprojnë. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min." Kush i lufton ata me dorën e tij, ai është besimtar. Domethënë këta pasardhësit e këqij të umetit. Domethënë ata duhet të luftohen. Kush i lufton me dorë është besimtar, kush i lufton me gojën e tij, me sqarim dhe me fjalë është besimtar, dhe kush i lufton me zemrën e tij është besimtar. Domethënë me këto tri shkallë të urdhërimit për të mira dhe ndalimit prej të këqijave, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kush një të keqe, ai le ta ndryshojë atë me dorën e tij. Dhe fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Domethënë nëse nuk ka mundësi, atëherë me gojë. Wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dhe nëse nuk ka mundësi, atëherë me zemër. Wa dhalika adhafu al-iman. Dhe ky është imani më i dobët. Domethënë nëse dobësohet njeriu dhe nuk mund ta ndaloj të keqen as me zemër, as me fjalë, por e ndalon vetëm me zemër, domethënë se është në nivelin më të ulët të imanit. Do thotë se bidati dhe njerëz të devijimit ose njerëz të dyftyrësisë duhet të luftohen patjetër. Mirëpo kemi përmendur nëse ka qenë këtu në këto mësime ose dikun tjetër, domethënë në lidhje me këtë urdhërimin për të mira dhe ndalimin e të këqijave me dorë, kjo i takon atij që ka pushtet. Domethënë secili që ka një lloj pushteti, pushtetari i përgjithshëm, domethënë që është i obliguar ta zbatojë ligjin e Allahut dhe ta ndalojë të keqen me forcë, me forcën e ligjit. Edhe secili që ka pushtet të kufizuar, domethënë si i zoti i shtëpisë në shtëpinë e vet, duhet t'i ndalojë të këqijat, të urdhërojë për të mira, ndalojë nga të këqijat, ose pronari i punës në punën e tij, ose arsimtari në klasën e tij, domethënë e ndalon të keqen me dorë. Ka mundësi, domethënë secili që ka pushtet ose ndonjë lloj të autoritetit, edhe nëse nuk është pushtet, për shembull ka mundësi që hoxha i fshatit, që është i respektuar dhe ka autoritet të madh, ka mundësi ndonjë të keqe të ndale me dorë, edhe nuk e kundërshton askush. Për këtë lloj të njerëzve është ndalja e të keqes me dorë, ose siç është këtu në këtë hadith, luftimi kundër këtyre njerëzve të devijum që janë krahasuar me munafikët, edhe kjo është çështje shumë e rëndësishme të kuptohet se Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah kur flet për njerëz të bidatit, i sjell vetëm ajetet e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për munafikët. Domethënë, pra krahasimi në argumentet e shariatit i bidatxive me munafikët është i shumtë. Domethënë siç është edhe në këtë hadith. Domethënë këta njerëz kanë cilësitë munafikëve që flasin mirë, po nuk veprojnë mirë, edhe veprojnë jo sipas urdhrave të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra duhet luftohen me dorë. Pushtetari është i obliguar që ta ndale bidatin edhe t'i pengojë ata njerëz të bidatit që mos mund ta përhapin devimin e tyre. Domethënë kjo është çështje që është në dorën e pushtetarit. Pastaj nëse nuk është në këtë nivel, atëherë urdhërimi për të mira, ndalimi i të këqijave dhe lufta kundër devijimeve dhe njerëzve të devijum bëhet me gojë, me sqarim, duke i përmendur devijimet e tyre, veprat e tyre ose fjalët e tyre dhe emrat e tyre, dhe duke i paralajmëruar njerëzit prej rrugës së tyre. Dhe nëse nuk ka mundësi këtë, atëherë duhet t'i luftoj me zemër. Dhe si bëhet lufta me zemër? Duke i urryer, edhe duke mos i dashur ata, duke e urryer veprën e tyre dhe personat e tyre që e bëjnë këtë vepër ose që e kanë këtë devijim. Kjo është prej veprave të zemrës. Edhe kjo është mes robit dhe Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po kjo vepër e zemrës patjetër ka shenja, patjetër do të duket në atë të dukshmen që është për njerëzit. Pra nëse njeriu me të vërtet e urren njeriu e devijuar, njeriu e bidatit,
Pra nuk shoqërohet me ta, edhe nuk afrohet me ta, madje nuk i buzëqesh, ka mundësi, varësisht prej situatave, as nuk i jep selam, as nuk ja kthen selamin. Këto janë rezultat i asaj që është në zemrën e njeriu, patjetër duhet të shfaqet me shenja. Pra ky hadith ka të bëjë me urdhrimin për të mira, ndalimin për të këqijave, që është përmendur më herët. Duhet këtë parasysh se njerëz nuk e kuptojnë, shumë prej njerëzve nuk i kuptojnë domethënjet dhe realitetin e argumenteve, edhe i marrin në atë mënyrë që bëjnë më shumë dëm. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush ka mundësi me, duhet ta ndalet keqen me dorë. Edhe kjo ndalje me dorë, pra dietarët çdo herë e shpjegojnë se bëhet fjalë për pushtetarin. Pushtetari kryesor edhe ata që i ka autorizuar gjykata, policia, ushtria, ata ose të tjerë që janë të autorizuar në shtetin e Islamit, kanë detyrë që ta ndalin të keqen edhe të urdhrojnë për të mira, dhe jo secili individ. Të tjerët pas pushtetarëve, të tjerët kanë mundësi të flasin me gojë, ta sqarojnë, të mirën dhe të keqen, të thrasin, të urdhrojnë njerëzit, të bëjnë vepra të mira, të nxisin e kështu me radhë, me fjalë të mira. Siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalë të mira. Si ka thënë Allahu, ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me këshilla të bukura. Wajadilhum billati hiya ahsan, dhe polemizo, debato me ta në atë mënyrën që është më e bukura nga të gjitha mënyrat. Për këtë çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar këtë. Edhe është rasti i njohur me Aisha radhiyallahu anha, kur ka qenë Aisha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë kaluar një grupi jahudive, një çifutëve, edhe kanë mallku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë thënë selamu aleikum, domethënë e keqja, dëshpërimi, shkatrimi qoftë mbi ju. Domethënë që duket të mendojnë dëgjuesit se janë duke dhënë selam, edhe që t'ia kthej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam selamin, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa aleikum, edhe mbi ju. Dhe Aisha radhiyallahu anha atëherë është ngrit, dhe ka thënë edhe mbi ju qoftë shkatrimi dhe mallkimi, o vëllezërit e majmunave dhe derrave. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë o Aisha, çdo herë kur në një gjë ka butësi, ajo zbukurohet dhe stoliset. Dhe çdo herë kur hiqet butësia për një gjëje, ajo shëmtohet. Ka thënë, a nuk i dëgjove se çka thanë? Domethënë, a më i lën ashtu vetëm me u kthy selamin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, ti a dëgjove se çka thash unë? Domethënë, unë vetëm i thash wa aleikum. Domethënë, këtë keqe e ka ndal dhe e ka kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me moralin më të lartë, me dinjitet, me ndershmëri, domethënë njësoj. Pra nuk ka shtuar më shumë, se ka thënë, gjithashtu i ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ne nuk jemi të urdhëruar që të bëjmë mallkime dhe ofendime, por jemi dërguar ose jemi urdhëruar që t'i përgëzojmë njerëzit edhe t'i thrasim me të mirë. Do thotë, urdhrimi dhe ndalimi me dorë është për ata që kanë pushtet dhe autoritet. Urdhrimi dhe ndalimi me fjalë është për secilin musliman, sipas nivelit të diturisë dhe fuqisë që e ka, por kjo e dyta duhet bëhet me fjalë të mira dhe me butësi dhe me nxitje, përgëzim edhe friksim, domethënë prej dënimit, domethënë t'i tregohet njeriu se kjo është haram, e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, ose dënimi për këtë është i madh në dunjë ose në ahiret,
ose tjetra, do të thonë, këtë ka urdhëruar Allahu, e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të mirat që vinë në dunja dhe në ahiret prej asaj, do të thonë me këtë mënyrë që të udhëzohen njerëzit në udhën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe prandaj kanë përmendur dietarët disa shkallë të urdhërimit për të mirat dhe ndalimit të këqijave, se qëllimi i këtij urdhërimi është përmirësimi. Edhe kanë thënë, pra nëse urdhërimi për të mira dhe ndalimi prej të këqijave e heq të keqen dhe në vend e heq, do të thonë komplet të keqen, dhe në vend saj e sjell të mirën, atëherë ky është obligim. Do të thonë, qoftë edhe me dorë, si tham, nëse është një njeri që nuk ka pushtet zyrtarisht, mirë po ka autoritet të njerëzit, dhe me dorë e heq të keqen, edhe pastaj në vend asaj të keqes vjen e mira, atëherë është obligim. Ose nëse e heq, do të thënë, me këtë urdhërim për të mira dhe ndalim nga të këqijat, paksohet e keqja dhe shtohet e mira, atëherë është obligim. Dhe në të kundërtën ka mundësi që hiqet e keqja dhe në vend saj vjen një e keqje më e madhe. Atëherë urdhërimi për të mira dhe ndalimi nga të këqijat është haram. Do të thonë që nëse bën njeriu disa veprime, do të thonë edhe thotë unë do të urdhëroj për të mira me dorë, edhe do ta prish të keqen, ose do t'i sulmoj ata që bëjnë mëkate kështu me radhë, ose do ta marr, kam pa dikon që vjedh dhe do ta marr, do t'ja pres dorën, edhe pas kësaj pastaj vinë të këqija shumë më shumë, edhe më shumë se sa ajo që ka ndodhur ajo keqe, atëherë urdhërimi për të mira dhe ndalimi prej të këqijave në këtë situatë është haram për njeriu. Edhe nuk duhet ta bëj. Dhe tjetra është e katërta, nëse hiqet një keqe dhe vjen në vend saj një e keqe tjetër njësoj, do të thënë me intensitet. Atëherë duhet njeriu me mençuri dhe me dituri ta vlerësoj se cila është më dobishme ose më pak e dëmshme për shoqërinë përgjithësi të muslimanëve. Prandaj te urdhërimi për të mira, ndalimi prej të këqijave ka kushte. Nuk është vetëm vetëm të thotë njeriu se unë kam dëgjuar hadithin që thotë të urdhërojmë për të mira dhe ndalojmë nga të këqijat, edhe nuk merr parasysh asnjë gjë. Se në fillim ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ra'a minkum munkaran. Do të thonë kush e sheh të keqen. Edhe ky do të thonë që njeriu të jetë i bindur se me të vërtetë ka ndodhur e keqja. Dhe ky shikimi është për qëllim që njeriu ta njohë atë të keqen. Do të thonë një me dituri se me argumente nga Kurani dhe Suneti se kjo me të vërtetë është e keqe. Atëherë duhet ta ndalë sipas shkallëve të fuqisë dhe autoritetit, do të thonë me dorë ose me gojë, ose nëse nuk ka mundësi as me gojë, atëherë nuk i lejohet besimtarit, do të thonë, të veprojë më pak se sa ta luftojë atë me zemër. Do të thonë, ajo është e domosdoshme për secilin. Secili, do të thonë, që e njeh të keqen, i di argumentet se ajo është e keqe, duhet patjetër ta urrejë me zemër dhe të distancohet me zemër, do të thonë, dhe ta luftojë atë me zemër. Pra këtu në këtë hadith që jemi duke folur, të cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, pra kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do të ketë njerëz pas sahabeve, siç është edhe në hadithe të tjera, thotë ka treguar që gjenerata më e mirë e njerëzimit janë sahabët, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre, dhe më vonë pas atyre do të vinë njerëz që gënjejnë, do të thonë betohen rrënjshëm e kështu me radhë, me cilësi të shëmtuara. Pra këta njerëz që thrasin në kundërshtim me rrugën e Allahut subhanahu wa taala duhet të luftohen me do e mos. Do të thonë kështu na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk lejohet njeriu të thotë se ju a nuk dini tjetër vetë se ti sulmoni muslimanët. Do të thonë pikërisht këtu flitet për muslimanët, ata që vinë, do të thonë pasues ose jo pasues, por pasardhës të gjeneratave të para të Islamit, pasardhës të këqij, të cilët nuk kanë ecur në rrugën e sahabeve. Patjetër duhet luftohen dhe që umeti të kthehet në rrugën e
sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta marrin sunetin e tij, të ndjekin urdhrat e tij dhe të veprojnë, mos dalin nga rruga e tij në asnjë moment. Pastaj në hadithin e radhës thot Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka sjell hadithin e transmetuar nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Thot an Jabirin anna Umar radhiyallahu anhu qal. Pra transmetohet nga Jabiri radhiyallahu anhu se Omeri radhiyallahu anhu ka thënë: Ja Rasulullah, inna nasma'u ahaditha min yahud tu'jibuna. Ka thënë noi dërguari Allahut, ne dëgjojmë disa hadithe nga disa fjalë ose transmetime ose do thot fjalë që i transmetojnë nga librat e tyre ose nga pejgamberët e mëparshëm, që na pëlqejnë, tu'jibuna. Fatara an naktuba ba'daha, si thua ti shkruajmë disa prej tyre. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Amutahawwikuna antum kama tahawwakat al-yahud wan-nasara." Ka thënë ju a doni të gremiseni dhe të përmbyteni, do të thonë, në ato devimet që janë përmbytur jahudit dhe krishterët. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya. Pra ju a kam sjell këtë udhëzim, Kur'anin dhe Sunetin, u kam sjell të bardhë dhe të kthjellt, të pastër. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Edhe nëse kishte qenë Musa alayhi salatu wassalam gjallë, nuk do të kishte pas tjetër zgjidhje përveç se të më ndjek mua. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi dhe është hadith hasan, nëse nuk e kam harruar. Do thot, dhe është transmetuar edhe me transmetime të tjera. Në tjetër transmetim se Omeri radhiyallahu anhu ka marrë një fletë nga Teurati, edhe e ka lexuar atë, edhe i ka pëlqyer se në të ka gjetur udhëzim ose përputhje, do të thonë, me atë që u ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në të dy rastet, do thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të marrim nga jahudit dhe krishterët. Edhe nëse është diçka që duket në përputhje me Islamin, sepse marrja nga njerëz të devijimit është rrugë e devijimit. Dhe këta njerëz Allahu i ka quajtur jahudit, do të thënë maghdub alejhim, do të thënë që ata kanë shkaktuar zemrimin e Allahut kundër vetes së tyre, kurse të krishterët janë dallin të devijuar. Edhe kjo është për shkak se jahudit e kanë ditur të vërtetën, edhe kanë pasur pejgamber të shumt, kanë pasur libra dhe e vërteta ka qenë e sqaruar, megjithatë kanë kundërshtuar. Edhe për këtë shkak e kanë tërhequr zemrimin e Allahut kundër vetes së tyre. Kurse të krishterët kanë vepruar pa pasur dituri, edhe kanë bërë bidate, do të thonë, për të cilat nuk kanë pas argumente, duke mos e ditur. Për këtë shkak janë të humbur edhe të devijuar nga rruga e drejtë. Për këtë shkak na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të marrim prej jahudive dhe krishterëve. Megjithse baza ose fillimi i fesë tyre është shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë fillimi i rrugës është shpallje e librit dhe dërgimi i pejgamberit nga Allahu subhanahu wa taala. Por ata e kanë shtrembru, do të thënë jahudit me dituri për shkak të ndjekjes e epsheve dhe krishterët me devijim pa dije, do të thënë devijim nga ignoranca, duke tepruar. Prandaj ka edhe disa çështje që na ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë pikërisht çka bëjnë jahudit që ne e kemi obligim t'i kundërshtojmë. Do të thënë ato që janë karakteristikë për ta. Edhe atë që e bëjnë krishterët gjithashtu na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta kundërshtojmë. Edhe ka thënë për veten e tij të nderuar sallallahu alaihi wasallam, ka thënë la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Do të thonë mos më lëvdoni, mos e teproni me lëvdata, siç e kanë tepruar, do të thonë mos e teproni me lëvdata për mua, siç e kanë tepruar të krishterët me lëvdata për birin e Merjemes.
por thoni robi Allahut dhe i dërguar i tij. Pra na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të largohemi prej rrugës tyre dhe të t'i kundërshtojmë dhe të dallohemi. Duhet muslimani patjetër të dallohet nga jahudit dhe krishterët, edhe në pamje, edhe në festa, edhe në sjellje, edhe më e rëndësishmja është në besim. Besimi të cilin e ka shpallur Allahu subhanahu wa taala, është besimi i pastër dhe i sakt. Kurse çdo devijim, duhet të luftohet dhe të distancohet. Edhe gjithashtu çka rezulton, besimi në sjellje, në vepra, në festa, gjitha ato jemi të urdhëruar të kundërshtojmë rrugën e tyre. Sepse kjo fe është e plot. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot ju plotësova fen dhe e përfundova ose plotësova dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur për ju që ta keni islamin si fe. Kjo fe e madhrishme është e plot, e përsosur, nuk ka mangësi në ta. Dhe për këtë shkak, secili që vjen me ndonjë ndryshim, ose shtim, ose paksim për kësaj feje, do thotë se ai është i mangët në veten e tij dhe ka fetarin e mangët. Siç thuhet, kur i shtohet të përsosurës diçka, ajo është mangësi. Nëse një gjë është e plotësuar dhe e përsosur, edhe vjen t'i shtosh, edhe qoftë edhe sheqeri, nëse e ka ajo ëmbëlsira në mënyrën të balancuar të përsosur, edhe nëse i shton edhe pak, atëherë e prish. Për këtë shkak duhet kuptohet se feja jonë e madhrishme nuk ka nevojë për asnjë ndryshim dhe asnjë shtim. Dhe marrja, do thotë, këto argumente janë udhëzim se nuk lejohet marrja nga njerëz të devijuar. Qoftë ai devijim pasi kanë pas dituri dhe kanë devijuar, qoftë devijim për shkak të ignorancës. Sepse njerëz të devijuar nuk kanë tjetër. Ose janë që kanë ditur të vërtetën dhe kanë kundërshtuar për shkak të epsheve, ose janë që kanë folur pa pas dituri. Edhe të gjitha ato, Kurani dhe Suneti na kanë urdhëruar që të largohemi prej tyre. Dhe kjo fe është e përsosur dhe është feja për të cilën Allahu i ka urdhëruar të gjithë pejgamberët. Feja, besimi, është i njëjtë për të gjithë pejgamberët. Mirëpo, ky sheriat që i ka zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është sheriati i përsosur, edhe pejgamberi i përsosur, që edhe pejgamberët e mëparshëm kanë pasur obligim ta ndjekin. Edhe Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar që nëse vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tyre, do të thonë që të jenë pasues dhe ndjekës të tij. Si ka thënë Allahu: "Wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin", do të thonë kur Allahu e mori besatimin, do të thonë i urdhroi pra pejgamberët që pasi ju kam dhënë librin dhe urtësinë, do të thonë dhe ju vjen pejgamberi i fundit, do të thonë, atëherë do ta ndiqni atë, edhe do ta ndihmoni deri në fund të ajetit. Do të thonë secilit pejgamber Allahu ja ka dhënë këtë urdhër që nëse gjatë jetës së tij vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ta ndjekin atë dhe ta pasojnë dhe ta përkrahin atë. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Walau kana Musa hayyan", do të thonë sikur të kishte qenë Musa alaihi salatu wassalam gjallë, nuk do të kishte pasur zgjidhje tjetër përveç se ta ndjek Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak edhe Isa alaihi salatu wassalam, do të thonë kjo i ndodh atij, sepse ai është gjallë, edhe do të kthehet që ta vazhdojë jetën e tij, dhe kur të kthehet pas ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do ta ndjek atë, do të ecë sipas librit të Allahut dhe sunetit të saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Pra të gjithë Allahu I ka lëvdu ata që ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil. Do të thënë ata të cilët e ndjekin profetin analfabet, të cilin e gjejnë të shkruar tek ata në Teurat dhe në Injil. Do të thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është I shkruar në Teurat edhe në Injil dhe pejgamberët kanë qenë të urdhëruar që ta ndjekin rrugën e tij. Dhe në Teurat dhe në Injil dhe në Kur'an është I shkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto cilësi që ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, do të thënë I urdhëron për të mira. Çdo gjë që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vetëm e mirë dhe përfitim për në dunja dhe në ahiret. I ndalon nga të këqijat. Wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Edhe u bën halal, pra me urdhrin e Allahut, I bën halal ato që janë të pastra dhe të mira. Çdo gjë prej ushqimeve ose veshjeve ose marrëveshjeve, domethënë tregti ose kontratave, nikahut e kështu, ajo që e ka lejuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e pastër dhe e mirë, e dobishme dhe e këndshme. Wa yuharrimu alayhimul khaba'ith, dhe u ndalon ato që janë të fliqura, do të thënë prej ushqimeve ose veshmbathjeve ose banimeve ose sjelljeve ose marrëveshjeve mes njerëzve, kontratave, do të thënë ato që janë të fliqta dhe të dëmshme. I ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim, dhe u largon vështirësitë dhe prangat që I kanë pasur. Do të thënë pra jahudive për shkak të kundërshtimeve dhe rebelimit të tyre u kanë ardhur ndalesa më të rënda, edhe u kanë ardhur, do të thënë, kufizime të shumta. Edhe ata kanë gjetur hile, do të thënë kanë bërë që dalin prej asaj që ja ka ndaluar Allahu, dhe u kanë ardhur edhe më shumë vështirësim në fe, do të thënë edhe në lidhje me ushqimet e veshmbathjet e kështu me radhë, do të thënë vështirësime të shumta. Dhe ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që t'u largohen këto vështirësi nëse e ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka thënë yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim, do të thënë u heq vështirësinë dhe prangat që I kanë pasur. فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Prandaj ata të cilët besojnë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ndihmojnë dhe e përkrahin dhe ndjekin dritën që është zbritur me ta, ata janë të shpëtuarit. Do të thënë kjo është rruga e shpëtimit. Ndjekja e librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në secilën imësi. Dhe mos veprimi në kundërshtim ose jashtë këtyre urdhrave, pa qenë I urdhruar, do të thonë pra që mos veprojë njeriu pa qenë I urdhruar për të vepruar. Pastaj në hadithin e radhës thot, pra thot autori rahimahullah, وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. Do të thënë transmetohet gjithashtu nga Abu Tha'laba al-Khushani radhiyallahu anhu, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha. Do të thënë Allahu u ka dhënë obligime ose ju ka urdhëruar me urdhra, ju ka bërë obligime, pra mos I humbni ato. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dhe ju ka caktuar kufij që janë haramet dhe mos I shkelni ato, mos I shkelni kufit e Allahut. Wa harrama ashya'a fala tantahikuha, dhe ka ndaluar Allahu disa gjëra, mos I prishni, do të thënë mos I shkelni ato. Wa sakata an ashya'a rahmatan lakum ghayra nisyan, dhe ka heshtur për disa gjëra nga mëshira për ju, jo se ka harruar Allahu t'i përmend.
fala tabhathu anha, prandaj mos I hulumtoni ato, mos kërkoni në ato, do të thonë që Allahu nuk I ka ndaluar. Pra këtu tregohet se feja ndahet në këto pjesë, do të thonë gjëra për të cilat Allahu ka urdhëruar, ka dhënë urdhër të prerë dhe I ka bërë obligim, dhe ato asnjëherë njeriu nuk lejohet t'i humb, por duhet t'i përmbahet dhe t'i ruaj urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe gjithashtu Allahu ka caktuar kufij edhe deri ku lejohet të ecë njeriu, dhe nuk I lejohet askujt t'i shkel kufit e Allahut, sepse ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, tilka hududullah, fala ta'taduha, në disa ajete. Do të thonë këto janë kufit e Allahut dhe mos I shkelni ose mos depërtoni në to. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë se kufit janë për qëllim ato gjërat e lejuara. Do të thonë kufit, do të thotë hapësira ku mund të lëviz njeriu. Kemi obligime që duhet I zbatoj dhe të lejuara ku mund të qarkulloj, dhe ka harame ku nuk lejohet t'i shkel. Do të thonë, prandaj me këtë kuptim, do të thonë këto janë kufit e Allahut, mos I tejkaloni. Pra mos dilni jashtë atyre që janë të lejuara. Dhe ka një grup I veprave ose gjërave për cilat Allahu nuk ka folur, nuk ka dhënë urdhër as ndales, as nuk ka dhënë lejes, edhe ka thënë mos hulumtoni për to, mos u mundoni, do të thonë të gjeni patjetër, sepse Allahu nuk e ka harruar këta, por u ka lënë të hapur nga mëshira e Tij. Dhe për këtë shkak sahabët e kanë pas të ndaluar të pyesin për gjëra për cilat nuk ka zbritur diçka. Në kohën që ka qenë duke zbritur Kurani, se ka thënë Allahu I lartësuar, ja eyyuhalladhina amanu la tasalu an asya'a in tubda lakum tasukum. Do të thonë ju që keni besuar, mos pyetni për gjëra që nëse ju zbulohen, atëherë do të jetë keq për ju. Wa in tasalu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afa Allahu anha. Do të thonë nëse pyetni për ato në kohën kur është duke zbritur Kurani, atëherë ato do t'ju zbulohen dhe Allahu I ka falur ato, do të thonë I ka lënë nga mëshira e Tij. Wallahu ghafurun halim. Dhe Allahu është falës dhe do të thonë që nuk ju dënon. Pra pyetja për gjëra edhe gjatë shpalljes së Kuranit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pyetja për imtësi, do të thonë duke bërë vështirësime dhe duke bërë kufizime të shumta, kjo ka qenë ndaluar. Kurse pyetja për atë që është cila është dispozita e Allahut ose norma që na ka zbritur Allahu për këtë, kjo nuk ka qenë ndaluar, nuk ka qenë ndaluar. Edhe sot është e lejuar. Do të thonë, edhe sot pyetja thellimi në tema që nuk janë të dobishme. Edhe thellimi në tema që mund të jenë vështirësim për njeriu. Do të thonë duke pyetur për këtë qëllim që ta bëj më të vështirë ose të hyjë në detaje për cilat nuk ka të zbritura ajete ose hadithe, nuk ka. Kjo është ndaluar. Gjithashtu edhe pyetja që quhet tanattu, do të thënë për këto që I përmendëm, edhe quhet gjithashtu kur njeriu do të bëjë pyetje për ta treguar diturinë e tij. Do të thënë e pyet hoxhën ose mësuesin ose dietarin ose muftin, e pyet diçka që tregoj se jam duke di, do të thënë unë kam dituri. Pra ditë pyes ose mundohet ta zënë ngushtat që e pyet, që ta japë diturinë ai vet. Kështu me radhë, këto Allahu na ruaj, do të thonë, të gjitha janë të ndaluara. Kurse pyetja për të mësuar edhe për të punuar, edhe që ta dish, do të thonë, për ato gjëra që duhen, do të thonë që njeriu të pyes për namazin, për pastrimin, nëse është prej njerëzve të zakatit, të pyes për zakatin, për agjerimin, nëse do të shkojë në haxh, do të thonë, duhet të pyes për haxhin, të pyes për mënyrat e tregtisë, do të thonë, për ato që
ato punë që ofrohen, domethënë të pyes a është halal ose haram. Gjitha këto janë të preferuara, edhe Allahu na ka urdhëruar. Ka thënë fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun, domethënë pyetini ata që dinë, dietarët dhe njerëz të dijes, nëse ju nuk e dini. Dhe për këtë shkak ka në ajete të shumta ku përmendet pyetja e sahabeve ose pyetja të tjerëve, ka thonë, thot Allahu yes'alunaka, do të thonë të pyesin, yes'alunaka ani ash-shahri al-harami qitalin fihi, do të thonë të pyesin për muajt e shenjtë dhe luftën të, ose yes'alunaka ani al-anfal, do të thonë kjo është prej dispozitave të fikhut, pra të pyesin për ndarjen e presë së luftës. Edhe thuaj kulil anfalu, do të thonë thuaj preja luftës ndahet kështu, i takon Allahut deri në fund. Ose yestaftunak ka në disa ajete, do të thonë të kërkojnë fetva, pra të pyesin që të marrin përgjigje, thuaj kështu yestaftunak fil kalale, do të thonë të pyesin për atë që trashëgohet me këto dispozita që quhen kalale. Dhe kështu ka ajete që ku tregohet se kanë pyetur sahabët për gjëra që deri atëherë nuk ka pasur shpallje, por kanë pyetur që të mësojnë se si duhet të veprojnë. Atëherë kjo nuk është e ndaluar. Por pyetja për gjëra që për si më thon detajizim, për imtësi ose për gjëra që nuk ka nevojë, për shembull, ka ardhur një njeri në haxhin e lamtumirës, kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ju ka bërë obligim haxhin, prandaj bëni haxh. Ka thënë një njeri, a çdo vit, o i dërguari i Allahut, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është përgjigjur. Pastaj prap ka thënë, a çdo vit e kemi obligim, 3 herë, nuk është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë, law qultu na'am la wajabat. Do të thonë, nëse them po, atëherë do të bëhet obligim çdo vit. Prandaj kjo ka qenë qortim që nuk lejohet me pyet gjëra që mund të jenë vështirësim për muslimanët në përgjithësi, ose gjëra që nuk ndodhin, për shembull, pra sahabët kanë pyetur për njeriu kur vdes që nuk ka as fëmijë, as grua, as prindër, për shembull nuk i ka prindrit gjallë. Si trashëgohet ky? Do të thonë se kjo ka qenë diçka që ndodh dhe u ka ndodhur. Prandaj ka ardhur shpallja se si duhet të trashëgohet e kështu me radhë. Do të thonë këto ose për prejën e luftës, yes'alunaka anil anfal. Do të thonë pasi ka ardhur preja e luftës, pas luftës Bedrit, atëherë kanë pyetur si duhet të ndahet kjo sipas ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe deri në kohën tonë, pra pyetja për të mësuar dhe për të punuar, për të vepruar sipas diturisë, është e lejuar. Edhe është e nxitur madje. Do të thonë, ndonjëherë e ka njeriu obligim që të pyes, kurse pyetjet kota ose pyetjet me qëllime të këqija, ato janë të ndaluara dhe janë shkak për shkatrim. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Do të thonë, para jush janë shkatruar popujt për shkak të pyetjeve të shumta që ju kanë bërë pejgamberëve dhe kundërshtimeve ndaj pejgamberëve. Prandaj ka thënë fa idha nahaytukum an shay'in fajtanibuhu. Nëse ju ndaloj diçka, largohuni prej asaj ndalese, pra mos pyetni. Wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nëse ju urdhroj diçka, atëherë bëjeni, zbatojeni atë sa keni mundësi. Pra popujt më përpara janë shkatruar sepse kanë pyetje të kota, për shembull kanë pyetur pyetje që kanë qenë për qëllim mos zbatohet urdhri, siç është rasti kur Musa alayhi salatu wassalam i ka urdhruar Banu Israil që të therrin një lop. Ka thënë inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Do thotë Allahu ju urdhron të therrni një lop. Edhe ata kanë thënë mahi, do të thonë çfarë lope? Si është ajo lop? Ka thënë pastaj ka thënë Musa alayhis salam
Pra Allahu ju thot që ajo lopa është kështu, ka thënë fef'alu ma tu'marun. Do të thënë veprojeni atë që jeni urdhëruar. Pra mos pyetni tani çfarë lope dhe si duhet të jetë kështu me radhë, por veprojeni se ky është urdhri i Allahut. Therrni një lopë, veprojeni urdhrin e Allahut. Por ata nuk e kanë dëgjuar këshillën e Musait alayhis salam, pastaj kanë thënë do të thënë pyete Allahun çfarë ngjyre duhet jetë ajo lopë, pastaj edhe një herë çfarë lope, do të thënë me përshkrime, me ngushtim, edhe kanë thënë al-ana ji'ta bil haqq. Do të thënë tani na e the të vërtetën. Sigur herën e parë kur i ka thënë Allahu ju urdhëron thërni një lopë, nuk e ka thënë të vërtetën. Pra kështu veprojnë, do të thënë kanë vepruar ata dhe veprojnë pasuesit e tyre deri sot. Do të thënë sigur kur vjen fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sigur ajo nuk është e vërteta. Edhe pyesin, edhe analiza logjike kështu me radhë, e tani është e vërteta pasi e shtrembruar ose e ngushtuar. Do të thënë e vërteta është prej Allahut subhanahu wa taala. Ajo që është në librin e Allahut është e vërtetë e plot, dhe ajo që është në sunetin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e vërteta e plot. Dhe nuk lejohen këto pyetje dhe polemizime, do të thënë që janë për ta refuzuar të vërtetën, ose për t'ia vështirësuar dikujt, ose për ta devijuar dikën, ose për qëllime të tjera, do të thënë për ta ngritur vetveten, për t'tregu njeriu. Ka edhe bidate që kanë ardhur nga ky qëllim që njerëzit kanë dashur të tregojnë se dinë. Do të thënë ta tregojnë diturinë, atëherë kanë sjell bidate dhe devijime për shkak të kësaj. Allahu na ruaj. Dhe në hadithin e radhës thot autori rahimahullah wa fi sahihaini an Abi Huraira, do thot gjithashtu në dy sahihet transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, do thënë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Do thënë çka ju kam ndaluar largohuni, dhe atë që ju urdhroj bëjeni sa të keni mundësi. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Sepse janë shkatruar popujt e mëparshëm për shkak të pyetjeve të shumta dhe për shkak të kundërshtimit ndaj pejgamberëve të tyre. Pra e përmendëm këtë hadith përpara. Me rëndësi, do të thënë këtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur t'ju ndaloj diçka, do të thënë largohuni prej asaj, por kur t'ju urdhroj diçka bëni sa të keni mundësi. Dhe kjo është përmendur shumë, edhe shumë prej dietarëve, do të thënë edhe atyre që shpjegojnë këta, përmendin se, do të thënë te urdhri nuk kërkohet mundësia. Te ndalimi nuk kërkohet mundësia, por kur ju ndaloj diçka largohuni. Do të thënë sepse largimi prej do të thënë është vetëm lënje e veprës, mos veprim. Do të thënë nuk kërkon mundësi, kurse për urdhrin bëheni sa të keni mundësi. Edhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Do të thënë Allahu nuk e ngarkon askënd për te mundësive që i ka. Mirë po, nëse studiojmë më thellësisht, do të thënë gjejmë se edhe të ndalesat, edhe të ndalimet kanë ndonjëherë përjashtim, kur nuk ka mundësi njeriu ta lërë atë ndalim. Siç është për shembull, nëse njeriu gjendet në një vend të shkret ku ka mbetur, do të thënë një kohë gjatë pa ushqim, edhe i rrezikohet jeta dhe gjen një kafshë të ngordhur, coftin, që është haram të hahet. Do të thënë na ka ndalu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe jemi larguar. Mirë po ka në këtë rast të domosdoshmërisë që duhet patjetër përndryshe ose vdes njeriu ose të haj prej kësaj kafshës ngordhur, atëherë do të haj, mirë po aq sa e kalon, do të thënë rrezikun për jetën. Prandaj kanë thënë dietarët në lidhje me këto argumente, janë këto rregullat të fikut ose të shariatit,
thotë se nuk ka haram në rast të domosdoshmërisë dhe nuk ka obligim në rast të pamundësisë. Do të thënë kur njeriu e ka domosdoshme se ose e bën atë haram ose vdes, atëherë nuk është haram. Edhe për një urdhër nuk ka mundësi ta bëj. Për shembull, nuk mund të qëndrojë në këmbë. Atëherë nuk e ka obligim të falet në këmbë. Mirë po, gjithashtu është rregull tjetër që patjetër besimtari duhet ta di se si thonë, domethënë, ajo që e bën të lejuar domethënë ajo që të arsyeton për një obligim, nuk të arsyeton nga obligimet tjera. Domethënë nëse njeriu nuk mund ta përdor ujin, për shembull, për të marrë avdes. Atëherë, kjo smundje e arsyeton nga përdorimi i ujit, por nuk ja bën të lejuar të falet pa u pastruar. Domethënë që duhet të pastrohet me tejemmum ose qëndrimi në këmbë, për shembull, nëse është dikush në gjendje që nuk mund ngrihet në këmbë, nuk i ka këmbë ose është i paralizuar, për shembull, atëherë nuk e ka obligim të qëndrojë në këmbë. Por nëse dikush ka ndonjë smundje që lodhet edhe ka dhimbta, për shembull, pas një kohe, nëse mund të qëndrojë në fillimin e namazit në këmbë, atëherë ka obligim të qëndrojë në atë kohë. Pastaj, pjesën tjetër ku i shtohet vështirësia e vazhdon ulur. Kështu, domethënë nuk lejohet që njeriu ta marr, thotë unë e kam të lejuar, edhe siç thon disa shejukh e përmendin, e sheh njeriu ec nëpër treg edhe udhton edhe bën lloj-lloj punë, kur vjen në xhami, shkon në këmbë në xhami, edhe me njëherë sa të hyn në xhami e merr karriken edhe ulet, pastaj fillon namazin. Edhe kjo është e ndaluar. Do të thënë nuk pranohet ky namaz. Prandaj arsyetimi për lënien e një urdhri nuk është arsyetim për lënien e urdhrave të tjerë. Dhe gjithashtu te harami. Do të thënë, domosdoshmëria, domosdoshmëria e bën të lejuar haramin, por caktohet sa e ka peshën. Do të thënë, sa është domosdoshmëria. Prandaj ka thënë Allahu, kush është, pasi ka përmendur ato që janë haram të hahen, ka thënë kush është i detyruar, i lejohet, do të thënë, të haj, por jo për t'u kënaqur me, do të thënë, nëse si thamë, për një periudhë gjatë, me javë, kështu me radhë, njeriu nuk ka futur asnjë gjë në gojë, edhe është duke vdekur, edhe ka afër vetëm miqderri. Atëherë lejohet të haj një kafshat ose 2-3 kafshata, domethënë që të mund të vazhdojë të jetojë edhe një kohë, por jo që, domethënë tani kjo arsye e lejimit nuk e bën të lejuar plotësisht. Domethënë që të fillojë, domethënë të ngopet mirë dhe të kënaqet me atë lloj ushqimi që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Domethënë kjo shkurtimisht, vetëm se nuk jemi në temën e fikut, mirë po që duhet patjetër besimtari duhet të kuptojë këto. Domethënë duhet ta di se një urdhër që ka urdhëruar Allahu duhet patjetër ta zbatojë. Përveç nëse nuk ka mundësi, nuk është e mundur ta zbatojë atëherë atë pjesë ku nuk e ka mundësinë është i falur. Pastaj vazhdon te ato që ka mundësi, vazhdon t'i zbatoj. Edhe te ato që i ka haram, nëse është i detyruar domosdoshmërisht që ta bëj atë haram, atëherë e bën vetëm në sasinë ose peshën sa e ka domosdoshmëria. Dhe në momentin që largohet domosdoshmëria, do të thonë pyetja e jetës ose vdekjes, atëherë vazhdon ajo të mbetet haram. Ky është shkurtimisht, domethënë për këto hadithe, e lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi, na shtoj deturinë, na përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast.
O Allah, na udhëzon udhën e drejtë, në udhën atyre që i begatove me të mira, e jo në të atyre që kundër vete e shkaktuan zemrimin tënd, e as në të atyre që janë të devijuar. O Zoti ynë, na jep të mira në dunja, të mira në ahiret, dhe na ruaj prej dënimit të xhehenemit. Na jep në bashkëshortet tona dhe pasardhësit tanë kënaqësi për zemrat tona, dhe na bëj prijes të devotshmëve. Na i fal gjunahet ne, prindërve tanë dhe të gjithë muslimanëve dhe muslimaneve, besimtarëve dhe besimtareve, të gjallëve dhe të vdekurve. O Allah, na dhuro frikë ndaj Teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj Teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na lehtëson sprovat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë sa të jemi gjallë dhe lëre atë në trashëgim pas nesh. Hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na armiqson. Mos na ços provën në fen ton, mos na e bëj dunjan brengën ton më të madhe dhe gjithë diturinë ton, dhe mos na çon mbi kokë dika që nuk na mëshiron. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.